Ku janë gratë në media? Kjo është një pyetje që na bëhet shpesh dhe ndër gjithë monitorimet e medias që kemi bërë që prej vitit 2015, rezulton se në fakt gratë në politikë nuk janë mjaftueshëm prezente në media, sidomos gjatë fushatave zgjedhore. Në vitin 2021, në zgjedhjet e vitit 2021, vetëm 14% të kohës të mediatike që kanë marrë kandidatët e kanë marrë vajzat dhe gratë, kundrejt 86% të burrave dhe djemve. Në vitin 2023, në zgjedhjet lokale, vetëm 11% të kohës mediatike që kanë marrë kandidatët e kanë marrë vajzat dhe gratë, kundrejt 89% të burrave dhe djemve kandidatë. Është një problematik të cilën ne kemi ngritur shumë shpesh si një nga barrierat kryesore për vajzat dhe gratë, nga ato barrierat të fshehura, të cilat ne mendojmë se i kemi tejkaluar në lidhje me përfaqësimin e vajzave dhe grave në politikë, duke vendosur kuota dhe duke i vendosur ato në pozicione vendimarrëse, por në fakt ka shumë barriera ende për që ato të kenë mundësi të flasin me komunitetet e tyre, me votuesit e tyre, të kenë mundësinë të kenë zërin e tyre edhe në mediat shqiptare. Pikërisht prandaj, për të ngritur zërin e tyre në media, kemi ndërmarrë këtë podcast Vox Politics, i cili është një këndvështrim se si gratë dhe vajzat në politikë e shohin politikën, shohin kontributin e tyre dhe se si ne mund t'i kemi më shumë sytë drejt tyre. Së bashku me Aurora Sulqe, kam një kënaqësi të veçantë sot, që kemi në studio një nga deputetet që në fakt, unë do t'a them se është një kompliment që e kam gjithmonë në mendje, deputetja që ka buzëqeshjen më të bukur dhe më të sinqert në Parlamentin shqiptar, zonja Pranvera Resulaj. Shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi të jem me ju sot. Realisht ka qenë një nga motivet kryesore që pranova me kënaqësi ftesën prezenca juaj. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Auror, neve tani jemi në një tavolinë që është një tavolinë me 3 vajza dhe nga Vlora. Unë jam shumë krenare që të them që nga mamaja ime jam nga Vlora dhe është shumë qejf që jemi të treja bashkë sot, kështu që diskutimi do jetë i zjarrit, nuk ka si tjetë ndryshe apo. Si ka Vlora. Po që faleminderit Pranver dhe ti në fakt dallohesh si një nga deputetet që ke hyrë si profesioniste në politikë dhe i ke kanalizuar kauzat e tua në përgjithësi të lidhura me profesionin tënd. Ti ke patur për shumë vite, ke punuar në fushën e ekonomisë, dhe një moment caktuar morë vendimin të hyje politikës. Pse ndodhe? Në fakt, mendoj që bindjet politike janë vokacionit brendshëm. Unë vi nga një familje që e ka këtë bindje dhe është e përfshirë, ka qenë gjithmonë e përfshirë si një pjesë të majtës të temi. Edhe pastaj kur studiova ekonomi e kuptova që isha më shumë nga këto teoritë keynesianiste dhe më pak të monetarizmit, pra e kuptova që isha pjesë e një vokacioni të majtë në bindjen time të temi. Por pse? Kjo më bën mua të majtë, por nuk shpjegon pse unë vendosa që të futem të bëhem pjesë e politikës. Në fakt kam qenë mbështetëse, pjesëmarrëse, por në 2014 më bëra pjesë e administratës publike. Edhe pastaj vendosaj që natyrshëm, nuk di të them, erdhi natyrshëm edhe angazhimi im real në politikë, duke me drejtuar forumin e gruas socialiste në Vlorë dhe duke qenë pjesë të strukturave dhe duke qenë pjesë aktive të themi në të gjithë angazhimin tim në Vlorë. Kështu që ka ardhur në mënyrë të si duket ajo thirrja e brendshme i krijon rrethanat e tilla që nga universiteti të shkojnë në administratë dhe natyrshëm pastaj të bëhen pjesë e politikës. Është një kalim i lehtë nga akademia në administratë dhe në politikë, apo se sa ata të cilët fillojnë me njëherë që të vëgjën angazhimin në politikë dhe më pas integrohen në parti, në parlament edhe me radhë. Në qoftë të krijë një zgjedhje. Nuk është se kam ndonjë recetë, në fakt dhe nuk besoj se ka kusht ndonjë recetë, se si është sepse edhe ajo përfshirja që në vogël kur thuhet ajo shpreha hyn politikë me pallëma të shkurtra, është e bukur edhe ajo edhe është eksperiencë. Po pastaj kur gëshetohet eksperienca profesionale me pjekurim politike, mendoj që edhe kjo është një avantazh. Ka qenë kalimi lehtë, të themi, unë e kam eksploruar shumë nga universiteti, si duket e kam pyet veten pse kërkoja gjithmonë që
të shkëputesha nga universiteti dhe të isha pjesë të themi terrenit praktik, profesional. Ndoshta u diplomuam në ato vitet e fillimit të demokracisë në 92-96 edhe nuk mendoj se e morëm tamam si duhet atë formimin edhe kërkoja gjithmonë që ta praktikoja, por për të mos mbetur pak teorik. Kështu që jam shkëputur, kam punuar edhe në sistemin bankar, kam punuar pastaj edhe në administratën edhe është e lehtë ka qenë për mua kalimi nga universiteti në të sektorin e punësimit, si në sektorin privat apo dhe atë publik, edhe pastaj natyrshëm në politik, por me thënë vërtetën e kam gjetë shumë mirë veten edhe si pjesë e administratës publike dhe e terrenit profesional të themi. Vlora është e fortë. Paktën edhe njihet, edhe është po edhe njihet, ne e dim, që të treja e dim mirë. Për një grua, që të evidentohet, që të drejtoj dhe forumin e grave të Partisë Socialiste, që të frymëzoj dhe të përshi dhe grave të tjera, është sfidë më vete. Ata them diçka që më erdhi në mend tani. Duke ecur gjithmonë me këtë gjë që Vlora është e vështirë, Vlora është e fortë, Vlora është e fortë, edhe duke qenë e fortë është edhe e vështirë. Edhe duke e përdor këtë teori, më thot dikush, Vlora është e vështirë për ty, Vlora të ka bërë deputete. Kështu që është e vërtet që kërkon një forcë karakteri edhe vendosmërie, edhe si thua është e rëndësishme është që ti të mos shkënjesh, ta kesh të përgatitur mendjen tënde që mund të kesh edhe shkënjime, mund të kesh edhe situata të cilat nuk të shkojnë gjithmonë ashtu si kundër ti i mendon. E rëndësishme është që të vazhdosh pasaj, unë të paktën kështu eci, edhe kur diçka nuk shkon në angazhimin tim si s'duhet, marr forca dhe përpiqem akoma dhe më shumë në vijim. Mbase kjo më ka bërë që të mos stepem në këto rrugët e vështira dhe të forta që kemi. Por është karakteri vlonjat në fakt ashtu si që është i fort, ashtu edhe të forcon edhe të ndihmon për të forcuar. Edhe Vlora ka qenë gjithmonë avangard, më pse edhe pse i përket edhe pse i përket edhe e vështirë e përdorim shpesh këtë gjën që është një terren i vështirë sepse duke pasur një histori pas vetes, pa diskutim që kjo të bën që të bëhet akoma dhe më e fortë ajo ndjesia e një krenarie legjitime, do të them, dhe përkatësisë. Kështu që duke pasur shumë element të spikatur brenda saj, pra ka shumë element historiku që ka e bën të tillë që të jetë e fortë. Por sfidat e forta. Po kam një histori që në momentin që ja del pastaj, është dhe ata të mbajnë fort, më sesin që nuk të lëshojnë më. Problemi është atë fitosh besimin e gjitha dhe këmbesh me të njëjtën forcë edhe le të themi besnikëri pastaj. Domethënë ti duhet të punosh pak për emrin tënd dhe pastaj emri punon për ty. Është në fakt Rambert tek pjesa e ekonomisë. Një nga gjërat kryesore që ne themi dhe që në fakt është çelësi i suksesit për çdo grua, jo vetëm për gratë në politikë, është pikërisht fuqizimi ekonomik. Ne mund të flasim shumë, bëjmë shumë ligje, bëjmë hapa përpara me fjalë etj, por në fakt çelësi është gjithmonë tek fuqizimi ekonomik. Si e mendon pjesën e situatës ekonomike të vajzave dhe grave dhe çfarë mendon se mund të bëhet më shumë për fuqizimin ekonomik të vajzave dhe grave, që është një nga gjërat që për mendimin tim ne duhet ta kemi në vizion dhe ta investojmë fort në Shqipëri. Ju e thatë lirë që për te atyre fuqizimeve në legjislacion. Pra, ne kemi bërë kontribute, ne kemi dhënë kontribute, kemi bërë progres për sa i përket legjislacionit që vjen në mbështetje dhe unë nuk dua t'ja u them të ju sepse pa diskutim jeni një nga personat edhe nëpërmjet rrjetit që përfaqësoni që keni kontributin maksimal, madje mendoj që kontributi ynë është inferior para kontributit tuaj në këtë fushë, kështu që e vlerësoj dhe e çmoj pa diskutim këtë gjë. Por e drejtë ajo që thoni, pra duhet të dalim pak nga koncepti që thjesht ne bëjmë ligje, sepse në një farë mënyre jemi investuar dhe jemi përkushtuar që kemi një legjislacion, një bazë legjislative të plot për të mbështetur barazinë gjinore, avancimin e gruas. Edhe le ta themi në numra, edhe në angazhim dhe në përfshirje, le t'ja japim të merit majorancës, sepse praktikisht nuk mund të bëjmë ndryshe. Numra ndoshta nuk tregojnë gjithçka, por gratë dhe vajzat duhet ta kapin këtë moment.
Pra duhet ta shfrytëzojnë, pavarësisht se mund të ketë ardhur qoftë edhe për një populizëm, qoftë edhe për një aspekt politik. Rëndësika që aksesin e kemi pasur. Është pasur dhe duhet shfrytëzuar dhe nuk duhet lënë që të shkojë në mënyrë si pa gjurmë të themi. Pra, numrat i kemi. Angazhimi i përfshirjen jo vetëm politik, por edhe në nivelet e larta të ekzekutivit, por edhe në nivelet e mesme. Pra, unë thash pak më parë që unë vi nga administrata publike dhe nëse unë kam qenë pjesë e këtyre e nivelit të mesëm drejtues në administratën publike, është edhe për shkak të kësaj politike pozitive, kësaj qasje, për të përfshirë sa më shumë intelektuale, gratë dhe vajza në drejtim në nivelet që të ulta, të mesme dhe të larta të drejtimit. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj janë bërë disa ndryshime, dhe çështja e buxhetimit gjinor, sepse nëse i referohemi që prej 2015 deri në 2021, e dim shumë mirë që kemi edhe një ndryshim të ligjit organik buxhetit, që ka nënfishuar të themi edhe buxhetin për dedikuar buxhetimit gjinor. Pra kemi një ndryshim në legjislacion e cili e ka prodhuar të themi nga 50 miliardë ose 500 milionë, diçka 9 herë më shumë. Pra, kjo është një qasje e cila ka ndihmuar. Tani, sa ka mjaftuar. Praktikisht, unë nuk mund shkoj në ekstremin dhe të them që ka ecur në të njëjtën mënyrë mjaftueshmëria. Por, ta them pak, ne jemi sepse shpesh herë dëgjoj që themi nuk është Shqipëria një vend social, pra që nuk gjen mbështetje të themi edhe në stresat dhe nevoja sa duhet. Tani me thënë vërtetën, nëse mbi 30% e buxhetit të një vendi, të një qeverie është për mbrojtjen sociale, pra këtu përfshim të gjitha kategoritë, atëherë nuk mund t'i themi dot që nuk është social. Por nëse kjo nuk mjafton, mund vijë edhe për shkak të pamundësive, por edhe për shkak të themi se nuk kanë funksionuar diku hallkat ashtu si kundër duhet. Kështu që është një teori shumë e mirë që të flasim më pak ndoshta dhe të bëjmë më shumë për sa i përket mbështetjes të grave dhe vajzave. Ne mund të flasim për barazi gjinore, por në fundit ajo që e jep këtë është buxheti. Pra, nëse nuk ka akses në financë një grua, një vajzë, në të gjitha vështirësitë që ajo do të haset, askush nuk mund ta ndihmojë. Qoftë edhe t'i japim ndihmë sociale, ta dyfishojmë, ta trefishojmë, përsëri ajo mbetet nga vetë fjala ndihmë. E rëndësishme është që ne ta tërheqim. Unë thash jam e majt, por përsëri shkoj me idenë që duhet që t'i nxjerrim sa më shumë nga skema e ndihmës sociale njerëzit dhe t'i aksesojmë ata në tregun e punës. Dhe njëjta gjë është edhe për gratë dhe vajzat të cilat do duhen të krijojnë pavarësinë e tyre, t'i japim akses në financë në të gjitha format e mundshme, duke filluar me sipërmarrjen, me stimujt apo nditen që mund t'i japim grave në sipërmarrje, me përfshirjen në tregun e punës, se në fakt kemi edhe një problem me sa nuk e di, kam vëre tani që udhtojmë në diasporë edhe për çështjen e përçimit të mesazhit për votën e diasporës, edhe aty shohim njerëz që në fakt punojnë. Punojnë edhe nuk është se kanë shkuar të gjithë të punojnë në punë të cilat kanë një standard apo kanë punojnë fort. Pra, gjëja që nëse do më pyes dikush edhe ja them vetes gjatë gjithë kohës në kthim sa fort që punojnë. Edhe sa shumë ka qenë larg vëmendjes sonë, ka qenë larg vëmendjes sonë fakti që punojnë kaq shumë dhe sakrifikojnë kaq shumë. Edhe ndoshta mos duhet edhe ne të edukojmë pak të ndjesinë e punës, sepse kemi një lloj letargjie në faktin që duhet gjejmë vetëm punë të cilat mund të jenë në sektorin publik, por ndërkohë dhe sektori privat po hapet gjithnjë dhe më shumë me tregun e punës, edhe pak një mentalitet jo fort i përshtatshëm do duhet që të ndryshojë. Po ka një të paktën çastin time ka një paradoks, ndërsa në politikë edhe në qeveri edhe në parlament kemi gra të cilat kanë avantazh në ndërtim të numrave, pra që po rriten numrat, po ta shohim në ekonominë reale, tek pjesa e grave të punësuara, tek pjesa e grave që hapin biznes, dhe madhësia e bizneseve që drejton gratë, të shumica janë bizneset vogla dhe të mesme, pra po familjarë, shumë pak krahasu me burrat, 21%. Pagat që marrin diferenca ndeku shumë i thellë, edhe pse kjo nuk është tipike shqiptare, është globale. Pra duket sikur janë dy realitete ndryshme. Në çështë kemi për gratë të fuqishme në parlament edhe në politikë. Janë këto që nuk bëjnë mjaftueshëm për këto gratë e tjera, apo këto gratë nuk e kanë të mundur se nuk dëgjohen dhe nuk kanë atë impaktin e madh përballë burrave që janë në leadership. Pra, në këndvështrimin tonë, ku është problemi që këtë fuqinë e grave në politikën e leadership nuk kemi të reflektuar në ekonominë reale?
Këdhe shoqërira. Që grave në leadership është ndonjëherë edhe kështu. E shoh nga jashtë, mendoj. Prandaj e pyeta për ta kuptuar që për sakrificë më vetë edhe ajo. Prandaj pyeta për të kuptuar që okay, kemi numra, po janë të fuqishme, dëgjojna, mund të bëjnë diçka më shumë, se duket si dy realitetet të kundërta. E para një herë që jemi dakord në atë që flasim më shumë se sa veprojmë. Më thënë, kjo vjen edhe për shkak të çështjes sepse flasim për politikë dhe në politikë fjala është ajo që përçohet më shumë se sa veprimi. Por duket të riu i numrave. Por mendoj që edhe gratë kur shkojnë dhe marrin këto pozicionet e larta drejtuese, nuk është se shkojnë aty dhe i qëndrojnë faktit që kanë ardhur si një përfaqësim i grave. Shkojnë aty dhe konkurrojnë me burrat, në fakt me thënë të vërtetën. Edhe përpiqen që dalin nga vetja ndonjëherë, edhe të bëhen po aq të forta, portash, pra nuk di se sa burrat. Pra, nuk është se po përfshi dhe veten time. Futemi në politikë edhe kauza jonë e vetme është pikërisht kjo. Sepse unë thash pa më parë, unë vi nga një profil i tillë dhe jam kushtuar, jam fokusuar tek ajo që unë kuptoj dhe njoh më mirë, se për shumë jam shumë e sigurt që Lira do ta kishte një kauzë shumë të fortë këtë gjë. Por përgjithsisht ndodh që nuk është ai fokusi kryesor. Kuptohet, pastaj ka edhe profile që vijnë nga të tjerë. Me profesionin e vet. Praktikisht, sepse ndryshe nuk do të mbivendosin gjëra që nuk do të kishin një rezultat. Por e vërteta është që janë cikle që ndoshta, duke qenë brenda aty e kuptojmë që nuk mungon vullneti. Nuk mungon vullneti, por ndoshta do duan kohën e vet, mangësitë që ka pasur, pamundësitë ekonomike, duke qenë përballë sfidave shumë të mëdha dhe ty duhet që ta devijosh buxhetin në ngjarje të cilat nuk janë të zakonshme, atëherë të shkëputet edhe pak vëmendja nga ato që janë. Por pa diskutim që do duhet që të ketë të themi një projektim më të mirë për sa i përket forcimit të grave. Ka gra në biznes, unë njoh shumë mirë, sepse tani biznes i vogël do jenë gra të aurorë, sepse 98% e biznesave janë biznes i vogël, 2% janë fare, pastaj thjen këtë janë mikro. Ti kupton kur unë ta praktikisht, por ama unë kam bërë një gjë të paktën në Vlorë, që bizneset më të suksesshme drejtohen nga dy bashkëshortët. Edhe gratë janë ato që luajnë një rol shumë të fortë në menaxhimin e... Ato mund të menaxhojnë, por në letra është burri, dhe kur merr kredi në bankë është burri, dhe kur është në aksione është burri, tani kjo është fakt. Ka ndryshuar kjo, nuk është më... Pastaj ne kemi bërë edhe ligjin që ndryshon të çështjen të drejtën e pronësisë së grave, pra janë bërë gjëra të cilat e kanë rritur aksesin e pjesëmarrjes dhe vendimarrjes së gruas. Nuk mund barazi, nuk besoj se do të ketë ndonjëherë në sensin asaj vendimarrjes që marrin burrat, do të vitë gjithnjë, sepse dhe vetë gratë në fakt, me thënë të vërtetën, dhe vetë gratë nuk është se janë e kërkojnë barazinë dhe të drejtën, por nëse vjen një moment dhun para burrit. Besoj se kjo... Pjesa e kredisë. Po shumë interesante kjo pjesa e pronësisë, në fakt është një ligj që duhet që është bërë, po edhe duhet vazhdoj të përforcohet, sepse një nga problemet kryesore, sidomos për gratë rurale, është problemi i pronësisë së tokës, edhe nga ana tjetër edhe problemi i grave cilat janë të vetë punësuara në bujqësi, sepse punojnë tokën e tyre dhe sepse nuk paguajnë dot sigurimet dhe më pas nuk kanë pension. Dhe kjo është një nga gjërat që mendoj duhet të rregulluar. Ajo që unë mendoj, sidomos në Shqipëri, është që ne nuk kemi akoma vend për politika krejtësisht të djathta dhe politika krejtësisht majta. Ne kemi një autostradë e cila në të dy krahët ka gropat e veta gjigande. Dhe mënyra se si mund t'i mbështesim vajzat e gratë, edhe komunitetet në përgjithësi, është të bëjmë disa politika të djathta që kanë lidhje me mbështetjen e sipërmarrjes, me uljen e taksave, në mënyrë që sipërmarrja të marrë frymë, që pastaj edhe pjesa sociale të ushqehet në mënyrën e dur dhe të ketë mundësi, siç e tha edhe pranvera, të dalin nga pjesa e ndihmës dhe të angazhohen në tregun e punës, arsyes që fakt shumë vajzat dhe gra e kërkojnë edhe nuk e kanë këtë lloj mundësie, në disa vende për shkak të mentalitetit, në disa vende për shkak të pamundësisë, edhe gjithë këto gjërat e tjera. Po, prandaj, duke qenë se jemi te ligjet, unë e bëj gjithmonë këtë pyetje se e kam kështu si timen. Ke bërë shumë ligje, eksperjenca është e gjatë tashmë. Cili ka qenë ai ligji që ke thënë
ky më ka pëlqyer më shumë nga të gjithë dhe kam votuar kështu me qef. Përveç ligjit buxhetit, se unë di që ti. Po edhe buxheti kur rrit këto pjesën e përqindjeve, ne kemi kaq shumë vite që duam të arrisim atë përqindjen për arsimin, që s'po arrisim dot. Po edhe aty tek buxheti janë përqindjet, po edhe një ligj të veçantë që e ke pasur tëndin edhe ke patur kënaqësi ta votosh më pas. Unë kam pas ligjin për auditusin ligjor, që është i lidhur me profesionin tim, dhe aty në fakt, duke qenë dhe relatore, kemi punuar fort edhe kemi sjell, jam shumë krenare për këtë, së bashku me disa kolegë tjerë, kemi sjell në një formë shumë të lehtë për të kuptuar, sepse problemi i ligjeve ndonjëherë është çështja e interpretimit. Unë që vi nga administrata na ndodhte shpesh që e dërgonim ligjin për interpretim, sepse ndonjëherë gjërat nuk janë shumë të qarta. Edhe kemi sjell në një mënyrë të shkruari qartësisht të kuptueshme, edhe kemi bërë të themi dhe disa ndryshime nga drafti fillestar që erdhi, që ishin të propozuar dhe të kërkuar nga grupet e interesit. Edhe për këtë pjesë, në fakt ka qenë nga projekt ligji që më ka shijuar më shumë dhe kam qenë më shumë e angazhuar. Pastaj ka pas edhe projekt ligje të tjera, për shumë ka qenë një projekt ligj që e qonim që nga fillimi, nga vitet e parë, që fëmijë në mbrojtje të Republikës. Më ngelet gjithmonë në mendje kjo gjë, sepse më pëlqen edhe fjala, edhe nga kjo mendoj që sa shumë gjëra mund të bëhen, sa gjëra të mira, domethënë tamam që shteti, qeveria duhet të luajë atë rolin paternal, atëror. Pra, njerëzit kanë nevojë për te familjes tyre të vogël, kanë nevojë që të kenë edhe mbështetjen edhe ndikimin paternal, atëror të shtetit dhe të qeverisë, cilën ata e kanë zgjedhur që t'i drejtojë. Kështu që nga kjo fjalë më ngelen gjithmonë të gjitha ato projekt ligje që kanë një ndikim social tek gratë, tek fëmijët, tek shtresat në nevojë, edhe më vjen kjo gjëja e përkujdesjes Republikës. Pra, shumë e ngrohtë më ka ardhur shumë i ngrohtë si titull, edhe gjithmonë e mendoj që kështu duhet të jetë përkujdesi që duhet kemi ndaj shtresave në nevojë. Po një ligj të cilin ti nuk e dashur ta votosh, po e ke votuar se je pjesë e Partisë Socialiste? Po ta them, këtë gjë ka qenë për lojrat e fatit, për çështjen e taksimit me to, sepse unë kam qenë me disa kolegë tjerë, kemi qenë për një normë taksimi më të lartë, edhe këtu më dhënë e kam shprehur edhe që nuk kam qenë dakord me atë normë taksimi, po këtë mund ta them. Është, në fakt, në politikën shqiptare thuhet që në qoftë se nuk shkon sipas mendimit të partisë dhe të liderit, nuk ecët dot përpara. Ka patur në një moment për te këtij që ti sapo the që ke qenë kundra vendimeve apo politikave të ndryshme dhe ke ngritur zërin dhe ke thënë jo, kjo gjë është gabim dhe duhet ta bëjmë ndryshe? E ti çfarë po na ndodh? Sepse e mendoj shpesh, më ka arritur që duke e dëgjuar mediatikisht shumë, edhe duke qenë në për panele dhe studio që na thonë gjithmonë që ju nuk mendoni, unë kam përshtypjen që edhe vetë tek deputetët po krijohet një lloj si presioni, i cili kthehet pasaj në një lloj mënyre të menduari, që nuk e them mendimin, sepse është një grup që vendos, i cili mund të jetë politikisht i arrir, pra që mund ketë të themi jo vetëm fuqinë politike, por edhe përgatitjen ose aftësinë politikisht fort, jo politikisht në pozicion, por për aftësitë që mbartin, profesionalisht të fort, të cilët sigurisht që kanë një background shumë të fort aty, kanë shumë vite që merren dhe ne, sidomos kur vjen deputet i ri, ti stepesh edhe mendojnë që ndoshta kjo që them unë, ta them, po nuk është dhe treta, mos është e gabuar. Edhe kjo të bën të rish pak, por unë kam kuptuar diçka që sigurisht një vendim grupi është një vendim grupi, edhe duhet ta kuptojmë dhe ta kuptojmë unitetin e grupit. Pra kur ka unitet, se ndryshe nuk mund të funksionojë një grup parlamentar dhe një forcë politike nëse nuk ka unitet grupi. Por ama kam kuptuar diçka duke filluar brenda strukturave dhe deri te kryeministri. Nëse ti, të paktën e kam pasur edhe përvojë personale, nëse ti qëndron me vendosmëri dhe me argument diçka që ti e mendon, tek e fundit të ta thuash dhe të shkosh deri në fund me çfarë do lloj kosto, por ama një gjë është e sigurt që nëse ajo është e drejtë, askush nuk ta merr për negativitet, të themi, dhe asnjë pasojë negative nuk e ke. Këtë mund ta them nga përvoja personale dhe ja ku jam sot që nuk më ka shkaktuar asnjë pasojë negative në një moment të caktuar kur unë e kam dashur ta them diçka, e kam marrë një vendim sepse kam menduar që është i drejtë dhe i shkon në përputhje moralit tim. Edhe ja ku jam sot, kështu që
ndonjëherë futesh tamam në një rreth vicioze dhe kjo të gabon dhe të ngatron. A frymëzon shumë politika? Me gjithë këto probleme që ka, me gjithë të perceptimi që është një arenë, pra një gjë shumë e fortë, me faktin që ti duhet i bindesh liderit, me faktin që duhet konformohesh shumë herë të hiqësh dorë edhe nga mendimet e tua. Frymëzon sot kryesisht gratë e vajzat? Po ta shikojmë prurjet edhe terreni, duket që frymëzon, sepse ka një interes shumë të shtuar të krave dhe të vajzave, kryesisht vajzave, vajzat e reja, kanë një interes shumë të madh për të përfshirë në politikë. Më thënë, kjo do të thotë që ose inspiron, ose shikohet si një komoditet, nuk e di, mund të jetë edhe kjo. Por mendoj që përzija ka ndjenja. Për të kapur karrierë, mund të jetë edhe kjo. Por është e pashmangshme që ti për çfarë do lloj motivi që ti je futur në politikë ajo të përfshin. Edhe ti je emocionalisht i përfshirë, sepse kur ti fillon dhe kontaktet me njerëzit, aty mbaron qëllimi primar nëse ti ke hyrë për një qëllim të caktuar. Ti përfshihesh, bëhesh pjesë e gjës dhe emocionalisht motivohesh pa diskutim. Por pavarësisht se ton, pafundësisht tonë që është e vështirë politika, sidomos për gratë, unë shoh që gratë ja kanë dalë një dhe shoh që gratë vazhdojnë kenë dëshirë që të futen në politikë. Por modelet duhet jenë të forta edhe më lejohet lirë që të ta them unë këto 4 vite që kam pas eksperiencën time parlamentare, të kam parë gjithmonë si një person që motivon në politikë, pavarësisht se si e shikojmë gjën, gjithmonë në takimet që kemi pasur edhe e shoh të përcjell edhe tek mikeshat e mia në Vlorë, të cilat kanë pasur bashkëpunime shumë më të larta. Pra do të thotë që ka gra që motivojnë pozitivisht në politikë dhe ka dhe interes të shtuar. Kështu që mos ta frenojmë dëshirën e vajzave dhe grave që dhe model jo vetëm në nismat që bën politikë, kemi shoqëri civile, kemi si grua, kemi vërtet politika vetëm. Jo, si vetëm unë e kam njohur. Unë të kam parë në protesta që s'kanë qenë kauza jote, po ti je përfshirë edhe pse ka qenë kauza një organizate tjetër. Domethënë, ato thirrje që ne bëjmë në podcast këtu në Vox Politik si bashkohuni, ti e ke standard të jetës tënde të përditshme dhe këtë e dëshmon, nuk është se po e them unë. Do të thotë ti bësh pjesë e gjitha protestave që ti gjykon të drejta, pavarësisht nëse mund të jetë kauza Aurorës apo e Pranverës apo e dikujt tjetër. Dhe ky është shembull real. Unë e kisha fjalën e Aurorës që e kam njohur në eksperiencën time parlamentare. Jeni shumë kështu që kjo më ka lidhur. U bëra shumë faleminderit. Ajo që realisht ajo që unë kam gjetur është edhe them gjithmonë, kam gjetur edhe në politikë, edhe në media, edhe në terren, kur jemi aty në përfshatra që punojmë në për zona tërësisht remote të Shqipërisë, gra dhe vajza që realisht janë frymëzim. Kjo puna jonë është punë që bëhet me frymëzim. Pra, nuk është një punë që ti zgjohesh mëngjes ke atë orari 9-5 edhe do bësh atë punën tënde dhe do ikësh. Në qoftë se nuk ke diçka që të frymëzon, nuk e bën dot, nuk çohesh dot mëngjes. Dhe për mua kanë qenë frymëzim të gjitha këto gra dhe vajza, dhe Pranvera dhe kolegët, dhe Aurora, dhe të gjitha ato gra dhe vajza të cilat edhe aty në përfshatra që s'kan as ujë, as bukas, ju duhet të ecin nga 4 orë që të punojnë, edhe ato kanë qenë frymëzime për ta vazhduar këtë gjë. Dhe një nga gjërat për cilat unë mendoj se politika është një nga profesionet më të bukura, ndonë se ka vështirësitë e veta, është që ti ke mundësi të bësh diçka për njerëzit. Në qoftë se ka media, nga shoqëria civile, mund të flasësh, mund të shtysh iniciativa edhe mund të ngresh zërin, në politikë ti ke mundësinë që të kesh votën aty. Votën të bësh ligje kur je në pushtet qendror apo të bësh gjëra shumë konkrete kur je në pushtet vendor. Edhe kjo është një nga gjërat e bukura të politikës që unë mendoj që duhet përdorur për të ndryshuar, ti ke mundësinë të ndryshosh jetë njerëzish. Dhe kjo është një nga gjërat më të bukura për dhe kjo është arsyeja që ka shumë interes për të përfshirë në politikë, sidomos nga gratë dhe vajzat të cilat e kanë ndjeshmërinë më të lartë për të bërë gjë. Çfarë duhet të kesh një karakteristikë që t'ja dalësh mba në politikë? E para njerë mendoj që duhet ti të kesh rrugën tënde të qartë. Pra, ti nuk duhet të intimidohesh nga asnjë lloj faktori interferues që vjen qoftë nga bota e burrave, po edhe nga bota e grave, po edhe nga jeta politike, por edhe nga gjitha. Dhe sidomos, ajo që duhet përballosh mirë është
balancën mes asaj që bën dhe pritshmërive që ka njerëzit. Kjo është që të godet më shumë nga gjithçka, domethënë. Sepse ti vjen në politikë, edhe njerëzit janë me qindra me mira që ty të kanë mbështetur, kanë votuar apo kanë pritshmëri. Dhe nëse ti nuk arrin dot që këto pritshmëri ti përputhësh me atë që bën, kjo të jep pasaj edhe një vuajtje shpirtërore, me thënë vërtet. Por këtë duhet ta kesh fort parasysh që asnjë gjë mos të intimidoj, ama gjithmonë duhet kuptosh që je duke bërë diçka për njerëzit, sepse ndryshe do dalësh nga politika dhe nuk do të mbaj mend askush për asgjë. Kjo është frika më e madhe. Është një nga gjërat e vërteta. Mund të jesh në politikë, po të mos japësh asnjë kontribut dhe të mos mbahesh mend. Në fund të ditës ajo që lëm të gjithë mbrapa, kur ikim nga kjo botë, është kontributi që kemi dhënë dhe emri që kemi patur. Prandaj folëm shumë për politikën, edhe do doja të dija një kështu pyetje kurioze, kam përshtypjen që ata që na ndjekin do ta kenë me dëshirë. Si është një ditë normale e pranverës duke e përfshirë politikën, po her pas here ne harrojmë që vajzat dhe gratë në politikë janë edhe nëna, janë edhe bashkëshorte, janë edhe ato që merren me shpinë me të gjitha, edhe afro pak është shumë interesante që luftojnë me vajzat dhe gratë që t'i afrohen dhe ta kapin mikrofonin. Se her pas here një nga defektet është modestia e tepruar e vajzat dhe grave, për të mos folur me shumë konfidencë për gjërat dhe për kontributin që japim. Ne luftojmë që t'ja japim mikrofonin edhe ja. Kështu që të dhe nga për të rëmbye. Është e vërtet, ne thamë që duke qenë nga Vlora me një burr vlonjat, ti nuk e ke luksin që punët e tua si gruat mos si konsiderosh. Punët e gruas janë që Së vetëm nga Vlora, gjithë. Kështu që mendoj që është pjesë e bukur e jetës edhe ajo. Edhe balanca është gjithmonë e rëndësishme. Unë kam një fat që kam hyrë në politikë në një kohë që fëmijët janë moshë të rritur, djali 27 dhe vajzat 21, kështu që kanë më pak nevojë për praninë time fizike, për suportin edhe për ndihmë, por që gjithsesi kjo është kështu është ndarë dita. Kur jemi në parlament, kemi atë pjesën e angazhimit në komisionet, themi nga e hëna nga endja shkon kështu, dhe pastaj fundjava që jemi gjithmonë me njerëzit. Unë kam edhe fatin që banoj në rajonin nga ku kam dalë deputete. Kjo është gjë shumë e rëndësishme, se shohim afër njerëzve. Duar ta shohim rrallë këtë gjë. Edhe kur jam në Vlorë, e kam edhe zyrën, e kam afër, e kam brenda lagjes, brenda rajonit. Edhe kam atë qirën time në këmbë nga fillimi në fund të rajonit, takoj njerëzit që njoh dhe ata që nuk njoh, madje në fillim më vinte edhe pak zor, se në vitet e para në fillim herët ndoshta jo të gjithë të njohin, tani na njohin edhe më shumë. Edhe i takoja si jeni deputetja jam. Mirë po ndërkohë dikush, askush nuk të fyen dhe nuk bën përkundrazi, e merr për kënaqësi. Edhe kisha pak siklet me thënë vërtetën, sepse duhet i ndaloja njerëzit edhe ti përshëndesja dhe ti prezantohesha. Kurse tani e kam pak më të lirshme këtë gjë, e kam pjesë rutinë të zakonshme. Tani s'të lënë njëri të lish vetëm në kafe. Edhe jo, po do të bëj kështu, domethënë si jeni i përshëndes gjithë edhe më është bërë kështu si rutinë që dhe kjo është pjesa më e bukur që kjo punë të jetë. Flisim pak më përpara, kush është karakteristika, cilat duhet të jetë karakteristikat, dhe unë besoj se një nga karakteristikat kryesore që një politikan duhet të ketë është që të dojë njerëzit. Ai është hapi i parë. Nëse nuk i do njerëzit, jenë profesionin e gabuar. Me që jemi tek njerëzit, është interesante shpeshherë njerëzit të flasin, të tregojnë historinë e tyre, po të shkruajnë në mesazhe, të bëjnë komplimenta, cili ka qenë një nga shprehjet më të bukura që ke dëgjuar ndonjëherë nga dikush, që të ka frymëzuar për të vazhduar edhe më tej. Që kam dëgjuar për vete. Për vete, që ta ka thënë dikush. Shpeshherë është shumë interesante, na shkruajnë njerëz në rrjetet sociale, dhe thonë faleminderit që më frymëzove për këtë, unë të ndjek, jem model, faleminderit për këtë, faleminderit për atë tjetrën. Se harrojnë pjesën që impaktojnë njerëzit, ta kap ndonjëherë rutina e përditshme e punëve tona dhe nuk arrim dot të kuptojmë që gjërat, edhe një fjalë që ne mund të themi, që po ne mund të jetë thjesht një fjalë e thënë, dikë tjetër mund të jetë kaq shumë goditse sa mund të ndryshojë një qasje apo një veprim apo një vendim. Dje më ka ndodhur, kjo kam takuar një zonjë bashkë me vajzën e saj edhe më kishte shkruar Messenger, nuk e kisha lexuar edhe pastaj më shkruaj në telefon dhe më tha,
më ka lënë pak shumë pa fjalë në vërtet kur më tha që kur ti më ktheve përgjigje më njëherë, mua sikur më ndryshoi bota. Domethënë, njerëzit kanë nevojë dhe po kanë bërë një gabim, nëse kemi 10 sekonda që më ka shkruar kam lexuar një koment diku të një vajze që ishte e pakënaqur edhe i shkruajta në privat. Tash pse e ke këtë lloj? Ishte në Itali, sepse më tha që pse e ka që zhgënjur. Nga ty e para, tha, sepse para 10 vjetësh i bintet, më dhëm një kohë që unë e llogarita, që nuk isha në politikë aktive. Ke pasur studente? Nuk isha, jo, kisha qenë, isha në administrat, po kisha ndodhur rastësisht diku, që e kisha dëgjuar që kish një nevojë. Edhe isha shprehur gatishmëri që do ta ndihmoja për aq sa mundesha. Por ndërkohë, ajo nuk më kishte kontaktuar më dhe unë nuk e kisha pasur vëmendje çështjen. Edhe më tha, fjala jote në atë moment ka qenë si shpëtim për mua. Nuk ta shpjegoj dot se çfarë më ndryshoi komplet, më krijua shpresë. Edhe merri shumë keq, ajo për fat ja kishte dalë shumë mirë jetës saj edhe e kishte gjetur veten shumë mirë, por këtu kuptova që nuk e kemi luksin që të kemi pakujdesi ndaj asnjë fjale dhe ndaj asnjë qasje që njerëzit kanë ndaj nesh ose një pritshmërie që kanë, sepse një gjë që unë ndoshta nuk e kisha detyrim, në fakt kjo është e vërtetë që nuk ishte detyrimi im, por e kisha nxjerrë nga goja fjalën që do ta ndihmoja, do përpiqesha ta ndihmoja dhe nuk e kisha bërë. Edhe kështu që këto janë fjalët që njerëzit kur ti thonë. Kjo është një nga gjërat e bukura të bërit politik, po edhe të të qenit një model edhe të patur një zë, pak më shumë se sa të tjerët, është pikërisht kjo, që ti ke mundësi të impaktosh, ndonjëherë nuk arrin ti zgjidhësh gjërat, se jo gjithçka e kemë në dorë, është interesante që për shembull deputetëve kërkojnë punë zakonisht, ndërkohë që s'kan asnjë lloj mundësie për ta realizuar një gjë realisht e pamundur. Prandaj, por ti jo gjithmonë i zgjidh gjërat, por e rëndësishme është që njerëzit kanë nevojë që ti dëgjosh edhe t'ju apërcosh problematikat aty ku duhet. Dhe për shembull, një nga gjërat që mua më ka pëlqyer është pjesa e ligjeve që edhe Aleanca e Grave Deputete ka bërë së bashku me njëra tjetrën, për dhunën me bazinore, dhunën familje, apo qoftë edhe për gratë dhe vajzat shtatzana në kodin e punës. Kështu që këto janë disa nga gjërat, dhuna digjitale që me cilën po merren tani, cila ka qenë një nga këto ligjet që keni bërë për vajzat dhe gratë, që ka qenë më i vështiri edhe për të çuar në parlament, por edhe për të pranuar nga të gjithë. Ka pasur ndonjë kështu që ka patur problematika, kritika, edhe të pjesa e kuotës për pajësimet e këto, se aty ka gjithmonë. Te kuota ishte pa diskutim që ka gjithmonë, domethënë sepse duhet duan atë pjesëmarrjen e grave, po jo të kalojnë masën apo të rrezikojnë, të mos përbëjnë një rrezik. Kuptohet. Pastaj, në përgjithësisht jo, ka një pozitivitet edhe ndaj kolegëve burra kur bëhet fjalë për ligje që janë në interes të kësaj kategorie grave dhe vajzave themi, por që për shembull ka qenë, ndoshta jo direkt për gratë, por ka qenë një projekt ligj që erdhi si nisë dhe deputetësh edhe nga shoqëria civile për publikimin e listës së të dënuarve për dhunë ndaj të mitërve. Edhe akoma nuk ka ecur para, po më thënë ka pasur një lloj zvarritje pjese historia që ndoshta për kohën ku jetojmë dhe për vështirësitë dhe për ngjarjet që në fakt disa herë kanë ndodhur, kjo mund të jetë një nga elementet që shoqëria ka nevojë që ta elaborojë, pra për të mbrojtur të miturit nga rreziqet e shtuara që mund të jenë. Ky ishte një element, por në vazhdimsinë duhet kemi një qasje dhe një prani më afër lagjeve, familjeve, dhe duke pasur jo vetëm punonjë social për një rajon, një punonjë social, por duhet kemi një qasje më të shtuar, e mendoj unë që të kapen të sinjalet e vështirësive që kanë familjet që në gjenezën e tyre. Kjo është vërtet sepse ka një problematik shumë të madhe që në këto, sidomos në zonat remote, rurale, janë problematika që ne pasaj i dëgjojmë që shpërthejnë në media. Shpërthejnë dhe pasaj në apitemi që kemi pasur ka që afër, ka që pranë. Ne që jemi në terren dim shumë mirë se cilat janë problematikat dhe ajo është e vërtet. Duhet të zbresi, sidomos administrata më shumë në terren. Diskutoj këtë edhe në nivel njësive qeverisjes vendore
dhe them gjithmonë vëmendje shumë e madhe, sepse është më e thjeshtë edhe sikur të shtohen punonësit social për çdo rajon, nuk është e mjaftueshme që të jetë një as administratori nuk e mbulon dot të gjë, kështu që mund të jetë një kosto kjo gjë, po është me shumë përfitim në aspektin tjetër. Prandaj ka dy qëndrime për sa i përket gjendjes aktuale të ekonomisë, për të mbetur tek pjesa e terrenit dhe problematikave të njerëzve. Një pjesë që është opozita, por një pjesë të ekspertëve. Tu je në fushën tënde që mund të më replikosh fort. Që mendojnë që ekonomia nuk ecën, që ka probleme, që është bërë më keq, ka dhe pjesa tjetër pastaj që e mbron. Tani nuk po të pyes si deputete dhe pse kuptoj që nuk do ta heqësh dot kostumin e deputetit sado që të duash. Po të pyes si teknike. Tani ti mbushësh mendje një gazetare ekonomie? Jo. Po, është okay, sepse kam diskutuar dhe herë të tjera këtë dhe më vjen kjo gjë. Tani e para herë e dim shumë mirë, edhe e tjera që nuk është ndoshta merret me ekonomi, e di shumë mirë që pesimizmi i bën dëm ekonomisë. Pra, nëse ne akselerojmë shumë edhe japim shumë pesh saj që ekonomia është dobët, nuk ka, është varfër, kjo vese e dëmton ekonomi. Tani, në çështje të perceptimit. Perceptimi i parë nuk është për një ekonomi shumë të mirë dhe kjo është e drejtë pse teknikisht është e drejtë për faktin për sa kohë që nuk kemi arritur një rritje ekonomike mbi 4%, normal që kështu do të jetë. Pra, qytetari nuk e se e ndjen aq lirshëm mirëqenien me 4%, me 3.8, 3.9 apo 4% rritje. Sepse mund të rriten në vendet nordike me 2% dhe 3% sot, sepse kanë një pikë ngopje, kurse vendet në zhvillim duhet të rriten pa diskutim minimalisht mbi 4%. Kështu që kjo është hapi parë që e kuptojmë pse kemi këtë lloj koncepti. Nga ana tjetër tani, po t'i referohemi shifrave, statistikave, të dhënave, kemi një rritje, kemi një rritje të ardhurave për frym, kemi një qëndrueshmëri, kemi një stabilitet deficitit buxhetor, kemi një borxh publik të menaxhuar mirë, pra kemi një stabilitet makroekonomik që njerëzit nuk është se interesohen shumë se çfarë thot makroekonomia, ama nëse nuk do ta kishim këtë lloj stabiliteti makroekonomik, nuk ndjejnë të mirëqenien e madhe, po të ndjenin atë goditjen e fortë. Pra, shumë e rëndësishme për njerëzit që ta kuptojmë këtë. Dhe po t'i referohemi pasaj, qoftë edhe statistikave, indekseve që institucionet ndërkombëtare bëjnë, duhet i marrim konsiderata nëse duam të jemi njerëz teknik, të gjitha këto flasin për tregues të përmirësuar. Pra, nuk flasin për tregues që kanë arritur optimalitetin e tyre, por flasin për tregues të përmirësuar, indeksi i Bazelit, qoftë edhe International Transparency, që sapo e patëm një përmirësim tjetër të rangut për nivelin e korrupsionit, për qoftë edhe për pastrimin e parave, indeksi i Bazelit, dhe tash për luftën kundër terrorizmit edhe pastrimin e parave, duke dalë nga lista gri, janë të gjithë tregues që ekonomia është e qëndrueshme, e shëndetshme, nuk është optimale, por duke qenë e shëndetshme ka premisa që me zhvillimet e fundit që merr, me zhvillimin e sektorëve, qoftë edhe të turizmit, edhe pse unë nuk jam për të fokusuar vetëm tek turizmi, jam gjithmonë për diversifikim, sepse varësia nga një sektor i vetëm i ekonomisë shkakton probleme. Turizmi është i varur nga koha, nga moti, nga gjeopolitika, nga ekonomia, nga shumë faktorë të cilët konkurenca e vendeve të tjera, të cilët janë jashtë fuqisë tonë dhe vullnetit tonë. Kështu që diversifikimi është gjithmonë, prandaj ndoshta është koha për një model të mirëfillt të zhvillimit të ekonomisë, duke pasur primar turizmit, po duke sjellë si zinxhir gjithë vagonet, ky interesi lokomotiv, bujësinë, industrinë e perishimore, transport, shërbime, të gjitha janë pjesë e kësaj gjëje. Ne kemi një industri nxjerrëse, nuk minerale, nuk mund të bëjmë për punuese, por ama ti qëndrojmë asaj dhe ti qëndrojmë këtyre sektorëve që janë. Në pak për bujësinë, duke qenë se edhe një pjesë të madhe të grave dhe vajzave i kemi në bujësi dhe janë ato të cilat kanë, le të themi, standardin më të ulët të jetesës, kanë më pak të ardhurat, ato që vuajnë më shumë, që punojnë më shumë dhe madje nuk arrin dot as të sigurohen, e tha e dira për shkak të një mungesës së një ligji që t'i japi të drejtën se nuk kanë pronësi mbi tokën. Kur dihet që në Shqipëri dhe në Tiranë toka dhe shtëpia ju lihet çunave kryesisht, pavarësisht se vajzat janë pjesë e shtëpisë dhe duhet kemë në 3% e tyre. Do të thënë, për bujësinë dhe për gratë dhe vajzat në bujësi çfarë mund bëhet konkretisht? Vlora ka për shumë në zona të tëra. Agroturizmi është një sektor në cilin mund të investohet shumë dhe mund të përfshihet dhe mund të jetë tipike
e masivizimit të përfshirjes së grave dhe vajzave në zonat rurale gjithmonë plas, sepse agroturizmi të cilat jo vetëm pjesën e shërbimeve, por praktikisht i duhet që 60% të produkteve që nxjerrin në tavolinë në agroturizëm duhet i kesh nga paça e shtëpisë, thuhet. Pra atje lit në mënyrë shumë të plot bujqësinë me shërbimin e turizmit në fshat, në zona rurale. Kështu që por pastaj mund të ketë politika shumë mirë qendrat e grumbullimit, se kjo është ajo që kërkojnë më së shumti fermerët. Pra kërkojnë një orientim se ata i kanë produktet e tyre, por duhet që të grumbullohen dhe shteti të ndihmojë apo nivelet njësitë e qeverisjes vendore duhet të ndihmojnë për gjetjen e tregjeve apo për të koordinuar tregun. Sepse ne flasim për një turizëm e këtu pastaj pse kemi importe, kur mund kemi produktin vendas i cili konsumohet edhe nga sektori i turizmit që ka një rritje shumë të madhe të popullsisë. Ajo është zhvillimi i ekonomisë, që paraja që ty të vjen nga turizmi të mbetet në vend, sepse ne një ndër problemet kemi është që ne flasim për turizëm të zhvilluar, por ama ndërsa të vinë 4 miliardë euro nga turizmi, të 2 miliardë të hikin se blen domate Maqedonia apo mish nga Brazili. Koncept multiplikatori, një me madhe ose me vogël. Po është një euro ka hyrë, 1 euro mbetet. Po është më shumë, ka hyrë 1 është bërë 2 dhe po është më pak është importuar gjëja dhe ne kek potencialet në kjo është në Tiranë me gjejmë produkte vendase edhe ne që i kërkojmë edhe unë jam kërkojmë vetëm 1 orë gjysmë larg Tiranës në Divjak për shembull ti produkte ke pa fund, në Korçë ty të flaket produkti, pikërisht për shkak të një menaxhimi themun se sa edhe fuqie monetare shumë, dhe ata janë të aftë që mblidhen bashkë ta bëjnë qendrën e grumbullimit. Kjo është çështja e orientimit të tregut, sepse me thënë vërtetë subvencionet në bujqësi nuk kanë qenë vogla. Por ndoshta orientimi i tregut duhet të jetë i tillë që të japi efektivitet më të lartë. Do pa diskutim që bien dakord në këtë pjesë. Në fakt është një diskutim që mund të zgjasë shumë, siç e tham, pjesa e investimit në ekonomi dhe e fuqizimit ekonomik, jo vetëm vajzave dhe grave në vetvete, por të komuniteteve në përgjithësi, dhënia frymarrjes si përmarrjes është çelësi i suksesit të çfarëdo lloji shteti. Pra të gjitha gjërat vinë për mendimin tim më pas si shtesë. Pramera një mesazh të fundit për ata që na ndjekin, sepse kjo bisedë ishte aq e këndshme, ne e kaluam edhe kohën. Shumë faleminderit. Unë do doja nga të gjithë me atë që ka përcjell jeta e përditshme sot dhe që ne shohim pak më shumë empati. Edhe më pak egoizëm, sepse ndonjëherë shohim që ka një ndjesi pa kënaqësie ose gëzimi kur dikush pson një dështim, edhe kjo duket pasaj sikur ti lehtëson ato dështimet e tua. Ndoshta njerëzit do duhet që të jenë pak më shumë empatik dhe më pak egoist. Ndërsa për gratë dhe vajzat, ju lutem qëndroni vetvetja nëse hyni në politik, mos u përpiqni pak që të bëheni të forta sa burrat, sepse vetëm duke qenë vetvetja do ja dilni edhe ndaj burrave. Gratë janë të forta në politik, sepse janë vetvetja, janë të forta sepse sjellin perspektivën gjinore, sjellin kontributin e tyre, sjellin profesionalizmin e tyre. Dhe ky është mesazhi që ne marrim edhe nga pranvera sot. Faleminderit që isha këtu me ne, faleminderit për kontributin që jep, edhe me profesionalizëm, por edhe në politik. Dhe faleminderit që dëgjon edhe që u përgjigjesh mesazheve të atyre që të shkruajnë. Kjo është një nga gjërat e rëndësishme të ndjeshmërisë të qenit një politikane që është e lidhur me komunitetin e vet. Faleminderit juve që na ndoqët, faleminderit Aurora, është gjithmonë kënaqësi. Ishim në Vox Politics, unë jam Edlira Çepani dhe shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.